Në një qytet të ftohtë dhe indiferent, një nën e re ngas biçikletën në shi me djalin e saj të lidhur në gjoks, duke luftuar për çdo qindar. Por një gjest i papritur dhe i dhëmbshur ndryshon rrjedhën e jetës së tyre dhe ndes shpresën që duke jeshuar tani, mes lidhjeve të pamundura dhe zgjedhjeve të vështira, lind një familje e farkëtuar jo nga gjaku, por nga dashuria dhe kurajoja. Nëse ju intereson kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të na tregoni nga cili qytet po na shikoni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Shiu binte pa mëshirë mbi rrugët e Tiranës atë pasdite të zymt të së enjtes. Pelgjet e ujit formoheshin me shpejtësi në trotuaret e parregullta dhe trafiku kaotik i qytetit dukej edhe më i rënduar në mpeshën e qiellit të ngarkuar. Mes makinave që ecnin ngadalë, një figurë e vetmuar pedalonte me një vendosmëri pothuajse të dëshpëruar. Ishte Arta, 24 vjeçe, me flokët gështenjë të errët të lidhur bisht, të shprishur nga shiu, me fytyrën e shënuar nga një shprehje që përziente lodhjen dhe kokfortësinë. Në gjoks, i mbështjell me një batanie të vjetër që nuk e mbronte më aq sa duhej, djali i saj Genti, vetëm 6 muajsh, lëshonte një të qartë të dobët që humbiste në zhurmën e qytetit. Biçikleta që Arta ngiste kishte njohur ditë më të mira. Gomat ishin të tullacëruara, timoni i shtrembër nga rrëzimet e shumta të shmangura në sekondën e fundit dhe ndenjësia e grisur linte shkumën e brendshme të ekspozuar. Por ishte gjithçka që ajo kishte. Në pjesën e pasme, e lidhur me ripa të improvizuar, një kuti termike e kuqe e piceris ku punonte lëkundej sa herë që ajo përpiqej të shmangte një grov. Brenda, 3 pica ende të ngrohta prisnin të arrinin në destinacion. 3 porosi që përfaqësonin paratë e darkës, të qumështit pluhur, të pampersave që po mbaronin. Arta nuk kishte ku të kthehej përveç se në një dhomëze të vogël në një konvikt në La Prah. Nuk kishte familje. Nuk kishte miq. Nuk kishte asnjë mbështetje. Ishte rritur në jetimore, duke kaluar nga një institucion në tjetrin, gjithmonë e padukshme, gjithmonë e harruar. Kur mbushi 18 vjeç, e nxorën në rrugë me një çantë shpine dhe premtimin e vagullt se jeta do të ishte ajo që ajo do të bënte me të. Dhe Arta ishte përpjekur. Ishte përpjekur të studionte natën, të punonte ditën, të ndërtonte diçka të qëndrueshme. Por jeta kishte plane të tjera. Njohu një djalë, u besoi premtimeve të tij dhe kur zbuloi se ishte shtatzën, ai u zhduk si tymi. Nuk la adres, nuk la shpjegim, nuk la asgjë përveç një foshnjë që rritej në barkun e saj dhe një boshllëku të pamas në gjoks. Që atëherë, Arta jetonte ditë pas dite. Zgjohej para se të linte dielli, i jepte Gigentit, e linte në një qerdhe komunitare që funksiononte në bodrumin e një kishe dhe punonte nga ora 8 e mëngjesit deri në 11 të natës në picerinë e Zotit Agim, një burr që paguante pak dhe kërkonte shumë. Kur Genti mbushi 6 muaj dhe vendi në qerdhe mbaroi, Arta nuk pati zgjidhje tjetër veç se ta merrte me veten në përporosi. Zoti Agim u ankua, tha se kjo ishte e parregullt, se ajo po pengonte punën. Por Arta ju lut, premtoi se do të ishte më e shpejt, premtoi se nuk do të shkaktonte probleme. Dhe kështu, prej 3 javësh, ajo pedalonte nëpër qytet me djalin të lidhur në gjoks, duke sfiduar lodhjen, të ftohtin, shiun dhe indiferencën e Tiranës. Në atë çast, ndërsa shiu lagte gjithçka dhe Genti qante lehtë mbi zemrën e saj të rrahur fort, Arta ndjente se ishte në limit. Këmbët i dridheshin nga pedalimi i vazhdueshëm, shikimi i turbullohej nga uji që i rrithte nga balli dhe frika e shoqëronte si një hije. Frikë se mos rrëzohej, frikë se mos lëndonte djalin, frikë se mos nuk arrinte t'i përfundonte porosit dhe e pushonin nga puna. Frikë se mos nuk kishte çfarë të hante të nesërmen. Porosia e parë ishte në një ndërtesë zyrash në qendër. Arta e la biçikletën të mbështetur pas murit, rregulloi batanien mbi Gentin dhe vrapoi te portieri, i cili mezi e pa kur mori picën. Pa bakshish. Pa një faleminderit. Vetëm përbuzja e heshtur e dikujt që shihte tek ajo një tjetër problem të qytetit. Arta u kthye te biçikleta, mori frym thellë dhe vazhdoi për porosinë e dytë. Rruga e çoi përgjat bulevardeve kryesore, ku ndërtesat e mëdha dukej se preknin rreth e rënda. Aty, mes biznesmenëve të nxituar dhe studentëve me çadra shumë ngjyrëshe, Arta ndihej edhe më e vogël. Ajo nuk i përkiste asaj bote. Nuk do t'i përkiste kurrë. Porosia e dytë ishte e shpejtë. Një apartament në katin e fundit.
Një burr me kostum që pagoi me kartë dhe mbylli derën para se ajo të mund të falenderonte. Arta zbriti shkallët e shërbimit me Gentin gjithnjë e më të shqetësuar, duke ndjerë të ftohtin që i depërtonte rrobat. Porosia e tretë dhe e fundit ishte në një lagje të pasur banimi, larg qendrës. Arta pedaloi për gati 40 minuta nën shiun që nuk pushonte. Rrugët u bën më të gjera, shtëpitë më të mëdha, muret më të larta. Ajo e dinte se nuk i përkiste atij vendi, por nuk kishte zgjidhje. Pica duhej të arrinte e ngrohtë, klienti duhej të mbetej i kënaqur dhe asaj i duheshin paratë. Ishte në një cep të asaj lagjeje të heshtur që gjithçka ndryshoi. Arta po përpiqej të kalonte rrugën kur një makinë i raboris fort duke e trembur. Ajo devijoi befas, rrota e përparme e biçikletës rëshiti në një pellë vaj të përzier me ujë dhe për një sekondë të tmerrshme, Arta ndjeu se do të rrëzohej. Trupi i saj u anua, pesha e kutisë termike e tërhoqi dhe gjithçka dukej se ndodhte me lëvizje të ngadalë. Por instinkti i saj si nën ishte më i shpejtë se frika. Ajo e hodhi trupin në anën tjetër, arriti ta ekuilibronte biçikletën në çastin e fundit, por goditja e bëri të ndalonte në anë të rrugës, pa frymë, me zemrën që i rrite fort dhe duart që i dridheshin mbi timon. Genti, i zgjuar nga tronditja, filloi të qante. Nuk ishte më një eqare e dobët. Ishte një eqare e lartë, e dëshpëruar, e dikujt që ndjente të ftohtë, uri dhe parehati. Arta u përpoq ta qetësonte, duke lëkundur trupin, duke i përshpëritur fjalë të buta, por edhe lotët e saj filluan të binin. Ajo ishte e raskapitur. Ishte në fund të forcave. Dhe për herë të parë atë ditë, i lejoi vetes të ndjente dëshirën e pamas për t'u dorëzuar. Pikërisht atëherë, një zë fëmije çau shiun. Babi, ndalo makinën. Duhet ta ndihmojmë. Arta ngriti kokën dhe pa një djalë rreth 7 vjeç që shikonte nga dritarja e pasme e një makine të zezë e të shkëlqyeshme që kishte ndaluar disa metra më tutje. Djali kishte sytë e zgurdulluar, dorën të mbështetur pas xhamit dhe një shprehje shqetësimi të sinqertë në fytyrë. Pranë tij, në sediljen e shoferit, një burr me pamje serioze vëzhgonte skenën nga pasqyra. Djali këmbënguli, me zë të lartë dhe plot urgjencë. Babi, desh u rrëzua. Ka një foshnjë me vete. Duhet ta ndihmojmë. Burri hezitoi. Arta mund ta shihte këtë në mënyrën se si ai shtrëngoi timonin, në mënyrën se si shikoi përpara, sikur donte të vazhdonte dhe të pretendonte se nuk kishte parë asgjë. Por djali nuk u dorëzua. Të lutem, babi. Të lutem. Më në fund, burri pshërtiu, fiku motorin dhe hapi derën. Arta e pa të zbriste nga makina. Ishte i gjatë, duhet të ishte rreth të 40-tave, me flokë të errët me disa fije të thinjura, i veshur me një këmishë blu të errët dhe pantallona elegante. Ai hapi një çadër të madhe dhe eci drejt saj me hapa të sigurt, por të kujdesshëm. Djali doli me vrap pas tij, pa u shqetësuar për shiun. Arta u përpoq të ngrihej, por këmbët nuk i bindeshin siç duhej. Ajo e mbajti Gentin fort, sikur donte ta mbronte nga gjithçka, madje edhe nga mirësia e papritur. Burri ndaloi para saj, sytë e errët analizonin situatën me një përzierje shqetësimi dhe pasigurie. Ai hapi gojen, e mbylli, sikur kërkonte fjalët e duhura. Zonjë, jeni mirë? Pyeti ai, me një zë të thellë, por të butë. Arta pohoi me kokë shumë shpejt, zëri i doli i dridhur. Po, jam mirë. Thjesht rëshita, por gjithçka është në rregull. Duhet të përfundoj porosin. Djali u afrua më shumë, sytë të ngulitur te Genti, i cili vazhdonte të qante. Ai kishte një fytyrë të rrumbullakët, çuka të shpërndara mbi hun dhe një shprehje empatie të pastër. Foshnja po qan shumë. Ka ftohtë. Arta gëlltiti pështymën, duke ndier turpin që i ngjitej në fy. Ajo nuk donte të shihej kështu. Nuk donte të dukej e dobët, e paaftë, nevojtare. Por e vërteta ishte aty, e ekspozuar nën shiun e pamëshirshëm. Ajo ishte gjithë këto dhe më shumë. Do të bëhet mirë. Thjesht duhet të mbaroj punën. Burri rudhi vetullat, shikoi qiellin e ngarkuar, biçikletën e vjetër, kutinë termike të lagur dhe pastaj përsëri Artën. Diçka ndryshoi në shprehjen e tij. Ndoshta dhe mbshuri. Ndoshta kujtimi i diçkaje që edhe ai e kishte humbur dikur. Sa porosi të kanë mbetur? Arta hezitoi. Vetëm një. Burri shkëmbeu një vështrim me të birin, i cili pohoi me kokë, sikur po e inkurajonte të atin të bënte gjën e duhur.
Atëherë, burri mori frym thellë. Dëgjo, unë zakonisht nuk e bëj këtë, por ju nuk mund të vazhdoni kështu, në shi, me një foshnjë kaq të vogël. Më lejo të ndihmoj. Shtëpia ime është këtu afër. Mund të thaheni, të ngroheni. Dhe unë paguaj për picën, për porosin. Nuk ke nevojë të vazhdosh të pedalosh në këtë stuj. Arta ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ishte joshëse. Shumë joshëse. Por ajo kishte mësuar që në moshë të vogël të mos u besonte mirësive falas. Gjithmonë kishte një çmim. Nuk ka nevojë. Do ta përfundoj dhe. Zonjush, të lutem. Burri foli me një vendosmëri që nuk ishte autoritare, por e sinqertë. Dëgjo, e di që nuk më njeh dhe e kuptoj mosbesimin tënd. Por djali im më bëri të ndaloj sepse pa që keni nevojë për ndihmë. Dhe ai ka të drejtë. Nuk është e sigurt të vazhdosh kështu. Eja me ne. Vetëm për të ngrohur, për të ngrënë diçka dhe pastaj ti vendos se çfarë do të bësh. Të premtoj se nuk do të ndodh asgjë e keqe. Djali bëri një hap përpara, me sytë e mëdhenj dhe lutës. Betohem që jemi njerëz të mirë. Babai im është i mirë. Dhe mund të na besosh. Arta shikoi Gentin, i cili vazhdonte të qante, me lëkurën e ftohtë në prekje, buzët lehtësisht të mavjosura. Ajo shikoi rrugën e zbrazët, shiun që nuk pushonte, biçikletën që mezi duronte edhe një xhiro tjetër. Dhe atëherë, kundër të gjitha instinkteve të saj, kundër të gjitha mësimeve që jeta i kishte dhënë, ajo pohoi me kokë. Në rregull. Burri duke i lehtësuar. Ai mori biçikletën, e vendosi në bagazhin e makinës, lidhi me kujdes kutinë termike dhe pastaj e ndihmoi Artën të hipte në sediljen e pasme. Djali ul pranë saj duke buzëqeshur me ndrojtje dhe burri u kthye në timon. Ngroja e makinës ishte ndezur dhe kontrasti me të ftohtin e rrugës ishte aq i fortë sa Arta ndjeu sytë t'i digjinin. Ajo e shtrëngoi Gentin pas gjoksit, duke i përshpëritur fjalë ngushëllimi dhe dalë ngadalë e qara e foshnjës filloi të shuaj. Si e ke emrin? Pyeti djali, me zërin plot kuriozitet të pafajshëm. Arta. Dhe ky është Genti. Unë jam Besi. Dhe ky është babai im, Ardiani. Ardiani shikoi nga pasqyra dhe tundi kokën shkurtimisht, para se t'i kthente sytë nga rruga. Shtëpia nuk ishte larg. Ishte një vilë elegante në një rrugë me pemë, me një kopsht të mirëmbajtur përpara dhe një portë hekuri të punuar. Ardiani parkoi në garazh dhe Besi ishte i pari që doli, duke vrapuar te dera dhe duke i bërë shenjë Artës ta ndiqte. Brenda, shtëpia ishte gjithçka që Arta nuk e kishte pasur kurrë. E bollshme, e pastër, me mobilje komode dhe një dekor që kombinonte modernen me ngrohtësinë. Muret ishin të qelëta, pikturat tregonin peizazhe të qeta dhe aroma e pastërtisë ndihej në ajër. Arta u ndje e pavend, sikur nuk duhej të ishte aty, duke shkelur në dyshemen prej druri me atletet e saj të lagura dhe të vjetra. Ardiani e vuri re hezitimin e saj. Ndiqeni si në shtëpinë tuaj. Do të sjell disa peshqir. Besi, tregoi banjën. Besi e çoi Artën nëpër një korridor deri në një banjë të madhe dhe të ndriçuar mirë. Kishte peshqir të butë të varur, një pasqyrë të madhe dhe madje edhe një stol druri. Ardiani solli rroba të pastra, një paltuta dhe një bluzë me mëngë të gjata që dukej se i kishin përkitur dikujt tjetër, por ishin të palosura dhe mbanin erë të mirë. Bëj një dush të ngrohtë. Do të bëj mirë. Dhe pastaj flasim për darkën. Arta donte të refuzonte, por i ftohti i kishte hyrë deri në palcë dhe Genti duhej ndërruar. Ajo mbylli derën, hoqi rrobat e lagura dhe hyri në dush me djalin në krah. Uji i ngrohtë rasi një bekim, duke larë pa pastërtinë, lodhjen dhe pak nga dëshpërimi. Genti ndaloi së qari, sytë e vegjël ju mbyllën nga lehtësimi i pastër. Arta e mbajti me kujdes, duke lënë ujin ta ngrohte edhe atë, dhe për herë të parë pas shumë muajsh, i lejoi vetes të merrte frym. Kur doli nga banja, e veshur me rrobat e huazuara dhe me Gentin të mbështjellë me një peshqir të butë, Arta gjeti Besin që priste në korridor. Ai buzëqeshi kur i pa. Eja, kemi përgatitur ushqim. Në kuzhinë, Ardiani po përfundonte së rregulluari pjatat me pilaf, pul të pjekur dhe sallatë. Asgjë shumë e sofistikuar, por ishte një vakt i vërtetë. Arta u ul në tryez me Gentin në prehër dhe kur Ardiani i vuri pjatën përpara, ajo ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Kishte kaluar kaq shumë kohë që kur dikush kishte përgatitur ushqim për të.
Kaq shumë kohë që kur kishte ngrënë pa nxitim, pa frikë, pa faj. Ha e qetë, tha Ardiani duke u ulur në anën tjetër të tryezës me Besin pranë. Ne hëngrëm darkë herët, por më lindi dëshira të ha përsëri. Besi qeshi. Gënjeshtër, babi. Ti e bëre ushimin vetëm për të. Ardiani buzëqeshi i turpëruar dhe Arta nuk mundi të mos buzëqeshte gjithashtu. Ajo hëngri ngadalë duke shijuar çdo kafshat, ndërsa Genti flinte i qetë në krahët e saj. Gjatë darkës, Ardiani pyeti pak duke respektuar heshtjen e saj. Por Besi ishte plot kuriozitet. Genti është shumë i vogël. Sa muajsh është? 6. Dhe ti punon me biçiklet me të? Arta pohoi me kokë, pa ditur si t'i shpjegonte një djali 7 vjeçar realitetin që ajo jetonte. Por Besi nuk e gjykoi. Ai thjesht e shikoi Gentin me dashuri. Duhet të jetë e vështirë. Por ti je shumë trime. Arta ndjeu syt t'i mbusheshin me lot, por i ra shpejt për t'i mbajtur. Pas darkës, Ardiani i tregoi Artës dhomën e miqve. Ishte e thjesht, por komode. Një krevat dopjo me çarçaf të pastër, një dollap, një komodin me një llambë. Ai solli një krevat portativ dhe e montoi pranë krevatit të madh. Mund të flini këtu sonte. Nesër shohim se çfarë do të bësh. Arta shikoi dhomën, krevatin e foshnjës. Ishte gjithçka aq larg realitetit të saj sa dukej si një ëndër. Nuk mund ta pranoj këtë. Ke bërë tashmë shumë. Ardiani tundi kokën. Nuk është lëmosh. Është thjesht një vend ku ti dhe djali yt të pushoni një natë. Asgjë më shumë. Arta e dinte se duhej të refuzonte. E dinte se duhej të largohej, të kthehej në konvikt, në jetën që njihte. Por lodhja ishte më e madhe se arsyeja. Ajo pohoi me kokë, falenderoi me zë të ulët dhe Ardiani doli nga dhoma, duke mbyllur derën me kujdes. Arta e shtriu Gentin në krevatin e vogël. Foshnja fjeti thellë, me frymëmarrje të qetë, fytyrën e relaksuar. Ajo e vëzhgoi për minuta të tëra, duke ndier gjoksin plot me një emocion që nuk dinte ta emërtonte. Pastaj u shtri në krevat, duke u zhytur në dyshekun e butë dhe mbylli sytë. Për herë të parë pas shumë kohësh, Arta fjeti pa frikë. Kapitulli 2. Arta u zgjua e çorientuar. Për disa sekonda nuk e njohu tavanin e bardhë sipër saj, as aromën e lehtë të livandës që vinte nga çarçafët. Trupi i saj ishte i relaksuar në një mënyrë që ajo e kishte harruar se ishte e mundur. Pastaj, si një rufe, kujtimi i natës së kaluar u kthye. Shiu, rrëzimi pothuajse fatal, burri dhe djali, shtëpia mikpritse. Ajo ul shumë shpejt, me zemrën që i rrite fort dhe shikoi krevatin e foshnjës pranë saj. Genti flinte i qetë, me faqet roz, gjoksi i ngrihej dhe ulej në një ritëm të qetë. Arta mori frymë thellë, duke u përpjekur të organizonte mendimet. Drita e diellit hynte nga dritarja, e butë dhe e ardhë. Duhet të ishte rreth orës 7 të mëngjesit. Ajo dëgjoi zëra që vinin nga kuzhina. Zëra të qetë, një bisedë mes babait dhe djalit. U ngrit me kujdes, ende e veshur me rroba të huazuara dhe eci drejt derës. Kur e hapi, aroma e kafes së freskët e mbështolli. Në kuzhinë, Ardiani po përgatiste mëngjesin ndërsa Besi, tashmë i veshur me uniformën e shkollës, hante një fet bukë të thekur me reçel dhe fliste i gjallëruar për një projekt shkencor. Kur Ardiani e vuri re Artën në derë, ai buzëqeshi lehtë. Mirë mëngjes. Fjetë mirë? Arta pohoi me kokë, zëri ende i ngecur në fy. Fjeta. Faleminderit. Besi u kthye në karrige, syt i shkëlqenin. Mirë mëngjes, Arta. Genti ende po fle? Po. Ardiani i shërbeu një filxhan kafe dhe e vendosi në tryezë, së bashku me bukë, djath, fruta dhe kos. Arta u ul, duke u ndier e çuditshme përballë gjithë asaj bollku. Ajo nuk ishte mësuar me këtë. Mëngjesi për të zakonisht ishte një copë bukë me gjalp, kur kishte para, ose thjesht një kafe e fortë për të mashtruar stomakun. Mund të hash sa të duash, tha Ardiani, duke vënë re hezitimin e saj. Ne gjithmonë bëjmë mëngjes të bollshëm këtu. Besi foli mes kafshatave. Babai im bën bukën e thekur më të mirë. Duhet ta provosh. Arta hëngri ngadalë, ende në heshtje, ndërsa Ardiani përfundonte së rregulluari çantën e Besit.
Djali nuk pushonte së foluri, duke bërë pyetje për Gentin, duke treguar histori nga shkolla, duke treguar një vizatim që kishte bërë një ditë më parë. Ishte një skenë që Arta e njihte vetëm nga televizioni. Një familje e vërtet, me rutinë, me biseda, me lehtësi. Kur Besi mbaroi së ngrëni, Ardiani e çoi te dera. Ec, kampion. Sot ke provim matematike. Besi bëri një grimas, por u bin. Para se të dilte, i bëri me dorë Artës. Mirupafshim, Arta. Shpresoj të jesh ende këtu kur të kthehem. Arta nuk diti çfarë të përgjigjej. Ardiani doli me të birin dhe për disa minuta, shtëpia mbeti në heshtje. Ajo përfitoi për të larë enët, për të rregulluar kuzhinën, për të bërë diçka të dobishme, për të shpërblyer, qoftë edhe pak, mirësinë e marrë. Kur Ardiani u kthye, e gjeti duke tharë pjatat. Nuk kishte nevojë ta bëje këtë. E di. Por doja ta bëja. Ardiani u mbështet në banak, me krahët e kryqëzuar, duke e vëzhguar me një shprehje që Arta nuk arrinte ta deshifronte. Dëgjo, Arta, e di që duhet të ndihesh në siklet këtu. Dhe e kuptoj. Por ti ke nevojë për ndihmë. Kjo është e qartë. Pra, nëse dëshiron, mund të qëndrosh edhe disa ditë. Derisa të arrish të organizohesh. Arta ndaloi së thari pjatën, duart i dridheshin lehtë. Nuk mund ta pranoj këtë. Kam abuzuar tashmë shumë me mirësinë tënde. Nuk është abuzim. Është ndihmë. Ka një ndryshim. Arta tundi kokën, krenaria fliste më fort se arsyeja. Të falenderoj vërtet, por duhet të iki. Duhet të punoj, duhet të paguaj qiran e konviktit. Nuk mund të rri këtu duke përfituar nga bujaria jote. Ardiani pshërtiu, por nuk këmbënguli. Ai e dinte se Arta ishte tepër krenare për të pranuar ndihmën lehtësisht. Kështu që ai bëri të vetmen gjë që mundej. Mori portofolin dhe nxori disa kartëmonedha. Të paktën më lejo të jap këto. Për picat e djeshme. Dhe për porosin që nuk e bëre. Arta shikoi paratë. Ishin më shumë se sa fitonte ajo në 3 ditë pune. Shumë më shumë. Këto janë shumë. Janë aq sa meriton. Ajo i pranoi parat me ngurim, duke i futur në xhepin e pantallonave të huazuara. Më pas, shkoi në dhomë, ndërroi Gentin, veshi rrobat e saj, të cilat Ardiani i kishte larë dhe tharë gjatë natës, dhe u përgatit të dilte. Ardiani e çoi në piceri me makinën e tij. Gjatë rrugës, heshtja mes tyre ishte e ngarkuar me gjëra të pathëna. Arta donte ta falenderonte në një mënyrë që t'i bënte nder asaj që ai kishte bërë, por fjalët dukeshin tepër të vogla. Ardiani, nga ana tjetër, donte të këmbëngulte që ajo të qëndronte, por e dinte se nuk do të kishte dobi. Kur arritën para piceris, Arta zbriti nga makina me Gentin në krah dhe çantën në shpinë. Ardiani i dha një kartvizit me numrin e tij të telefonit. Për çdo gjë, më telefono. Seriozisht. Arta mori kartvizitën, e shikoi për një moment dhe pastaj e futi në xhep. Ajo mërmëriti një faleminderit, u kthye dhe hyri në piceri. Zoti Agim ishte pas banakut, me shprehje të vrenjtur. Kur pa Artën, ai nuk buzëqeshi. I e vonë. Më falni, Zoti Agim. Dje pata një problem, por. Ai e ndërpreu, me zë të ashpër. Problem? Problemi është se ti mendon se mund të punosh këtu me një foshnjë të varur në gjoks. Dje nuk i përfundove porosit. Klienti i picës së tretë u ankua. Tha se priti më shumë se një orë. Ti më bëre të humbas një klient. Arta ndjeu gjakun t'i ngri. Pata një problem, por mund ta shpjegoj. Do ta kompensoj, do t'i bëj të gjitha porositë e sotme, unë. Nuk ka nevojë. Zoti Agim kryqëzoi krahët me shprehje të palëkundur. Je e pushuar. Merri gjërat e tua dhe ik. Bota e Artës u shemb në atë çast. Ajo u përpoq të argumentonte, u përpoq t'i lutej, por Zoti Agim nuk donte të dëgjonte. Ai i dha pagesën e ditëve të punuara, një shumë qesharake që mezi mjaftonte për 2 javë shpenzime, dhe i ktheu shpinën. Arta doli nga piceria me këmbë të dridhura, Genti filloi të ankojë nga uria. Ajo ul në trotuar, me kokën mes duarve, duke u përpjekur të mos shpërthente. Pa punë. Pa të ardhura. Me një foshnjë për të ushqyer dhe një qira për të paguar. Si do të mbjetonte?
Arta u kthye në konvikt në këmbë, çdo hap më i rënd se i mëparshmi. Kur arriti në dhomëzën e vogël që e quante shtëpi, ushqeu Gentin me pak qumësht pluhur që i kishte mbetur, i ndërroi pampersin e fundit që kishte dhe e shtriu në krevatin e improvizuar që ishte vetëm një dyshek në dy sheme. Genti fjeti, por Arta nuk mundi. Ajo qëndroi zgjuar, duke parë tavanin e plasaritur, duke llogaritur sa kohë kishte para se gjithçka të shembej përfundimisht. Ditët në vijim ishin një mjegull dëshpërimi. Arta u përpoq të gjente një punë tjetër. Shkoi nëpër lokale, dyqane, markete. Por askush nuk donte të punësonte një nën beqare me një foshnjë në krah. Ose vendi nuk pranonte fëmijë, ose nuk kishte vende të lira, ose thjesht të shikonin me atë përbuzje të heshtur që Arta e njihte mirë. Ajo shpenzoi paratë që kishte me qumësht, pampersa dhe ushqim, por e dinte se nuk do të zgjaste. Qiraja e konviktit ishte vonuar dhe pronarja e vendit, zonja Drita, një grua rreth të 50-tave me një cigare gjithmonë të ndezur mes gishtave, tashmë kishte trokitur në derë 3 herë duke kërkuar pagesën. Ishte në ditën e 5, kur Arta nuk kishte më asgjë, që gjithçka u përkeqësua. Genti u zgjua në mes të natës duke qarë në një mënyrë që Arta nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Ishte një e qarë e mbret, e dëshpëruar nga dhimbja. Ajo e mori në krah dhe ndjeu se ishte i nxehtë. Shumë i nxehtë. Lëkura i diqte, balli i lagur nga djersa, frymëmarrja e shpejtë dhe e cekët. Arta ndjeu panikun t'i ngjitej në fyt. I vuri lecka të lagura në ball, i dha ujë, u përpoq ta qetësonte, por asgjë nuk funksiononte. Genti nuk pushonte së qari, trupi i vogël i dridhej, syt gjysmë të mbyllur. Arta mori paratë e pakta që kishte, rreth 500 lekë, dhe vrapoi në farmacinë e turnit në cep të rrugës. Ishte mesnat, rrugët ishin të shkreta dhe i ftohti i agimit e bëri të dridhej edhe më shumë. Në farmaci, ajo i shpjegoi simptomat farmacistes, e cila i rekomandoi një ilaç për uljen e temperaturës për fëmijë. Arta bleu ilaçin më të lirë, u kthye me vrap në konvikt dhe u përpoq t'ia jepte lëngun Gentit. Por foshnja e refuzoi, duke e pështyr, duke qarë gjithnjë e më dobët. Arta kaloi natën pa gjumë, duke mbajtur Gentin, duke kënduar me zë të ulët, duke ju lutur çdo force që po e dëgjonte. Kur lindi dielli, Genti ishte më keq. Temperatura nuk kishte rënë, frymëmarrja ishte e vështirë dhe ai mezi kishte forcë të qante. Arta e dinte se duhej ta çonte në spital, por nuk kishte para për transport, nuk kishte sigurim shëndetësor, nuk kishte asgjë. Pikërisht atëherë, zonja Drita trokiti në derë. Arta hapi, me Gentin që flinte rënd në krah. Zonja Drita e shikoi me atë shprehje që nuk tregonte keqardhje, vetëm padurim. Arta, qiraja është vonuar më shumë se një javë. Më duhen paratë sot. Nëse nuk paguan deri në mesditë, do të duhet të largohesh. Zonja Drita, ju lutem. Arta ndjeu zërin t'i dridhej. Djali im është i sëmur. Kam nevojë për më shumë kohë. Vetëm disa ditë më shumë, ju premtoj se. Zonja Drita pshertiu, duke hedhur hirin e cigares në korridor. Dëgjo, Arta, edhe unë kam fatura për të paguar. Nuk është personale, është biznes. Ke kohë deri në mesditë. Nëse nuk paguan, do të më duhet të kërkoj të largohesh. Dhe ajo i ktheu shpinën, duke e lënë Artën të palvizur në derë, duke mbajtur djalin që digjej nga ethet, duke ndier dyshemen të zhdukej nën këmbët e saj. Arta u përpoq të mendonte. U përpoq të gjente një zgjidhje. Por nuk kishte rrugë dalje. Nuk kishte punë, nuk kishte para, nuk kishte ku të shkonte. Ajo shikoi Gentin, fytyrën e zbeth, buzët e mavijosura dhe ndjeu se po dështonte si nën. Po dështonte të mbronte qenien e vetme që donte në botë. Pikërisht atëherë, ju kujtua kartë vizita. Me duar të dridhura, Arta kërkoi në xhepin e çantës së shpinës dhe gjeti kartë vizitën që Ardiani i kishte dhënë. Ajo shikoi numrat e shkruar, hezitoi, pyeti veten nëse duhej ta bënte këtë. Por Genti rënkoi lehtë dhe Arta nuk pati zgjidhje tjetër. Ajo mori djalin, futi gjërat e pakta që kishte në çantë dhe doli nga konvikti. Nuk e dinte adresën e saktë të shtëpisë së Ardianit, por e mbante mend vagullisht rrugën, lagjen, fasadën. Filloi të ecte, duke pyetur njerëzit, duke ndjekur kujtesën e turbullt, e dëshpëruar. Kaluan orë. Genti bëhej gjithnjë e më i qetë, frymëmarrja gjithnjë e më e dobët. Arta ndjente këmbët t'i dhimbnin, shikimin të turbulluar nga lodhja, por nuk mund të ndalonte. Më në fund, kur dielli ishte tashmë lart, Arta e njohu rrugën.
Zemra i rahu fort. Ajo eci më shpejt, pothuajse me vrap, derisa pa shtëpinë. Shtëpinë e Ardianit. Me fijen e fundit të forcës që kishte, Arta ju afrua portës, shtypi butonin e interfonit dhe priti. Askush nuk u përgjigj. Ajo e shtypi përsëri dhe përsëri dhe përsëri. Genti ishte shumë i qetë. Tepër i qetë. Arta ndjeu këmbët t'i lëshonin. Ajo u mbështet pas portës, duke shtrënguar Gentin pas gjoksit, duke ndier lotët të rridhnin pa kontroll. Ajo kishte dështuar. Nuk kishte arritur ta mbronte djalin e saj. Pikërisht atëherë, zëri i Ardianit doli nga interfoni. Alo? Arta u përpoq të fliste, por zëri nuk i doli. U përpoq përsëri dhe arriti vetëm të lëshonte një dënesë. Alo? Kush është? Arta mblodhi gjithë forcën që i kishte mbetur dhe pëshpëriti. Ardian, unë jam. Arta. Pati një heshtje të shkurtër. Pastaj, zëri i Ardianit, tani alarmuar. Arta? Je aty jashtë? Po të lutem. Ajo dëgjoi zhurmën e portës që hapej dhe pastaj hapa të nxituar. Ardiani u shfaq duke vrapuar, ende me robdishan, me sytë e zgurdulluar. Kur pa Artën të zbeth, të dridhur, me Gentin në krah, ai ndaloi për një sekond, duke u përpjekur të përpunonte skenën. Pastaj, vrapoi drejt saj. O Zot, Arta! Çfarë ka ndodhur? Arta u përpoq të shpjegonte, por fjalët dolën të ngatëruara, të përziera nga lodhja dhe dëshpërimi. Ai është i sëmur, temperaturë nuk kisha. Ardiani mori Gentin në krah me kujdes, preku ballin e foshnjës dhe ndiu nxehtësinë absurde. Shpreha e tij ndryshoi menjëherë. Ai shikoi Artën, e cila ishte gati duke humbur ndjenjat. Duhet të shkojmë në spital. Tani. Ai e mbajti për krahu, duke e penguar të binte dhe e çoi te makina. E vendosi Gentin në sediljen e pasme, me Artën që mbante djalin dhe i dha makinës me shpejtësi të madhe drejt spitalit më të afërt. Në urgjencë, gjithçka ndodhi shpejt. Ardiani foli me recepcionisten, shpjegoi se ishte një urgjencë dhe brenda pak minutash Gentin e mori një infermiere. Arta u përpoq ta ndiqte, por këmbët i lëshuan. Ardiani e mbajti para se të binte, e çoi te një karrige dhe qëndroi pranë saj, duke i mbajtur dorën. Gjithçka do të shkojë mirë. Ai do të bëhet mirë. Të premtoj. Arta shikoi Ardianin me sytë plot lodh dhe për herë të parë që kur gjithçka ishte shembur, ajo i besoi dikujt. Besoj se ndoshta, vetëm ndoshta, gjërat mund të përmirësoheshin. Minutat u zvarritën si orë. Arta qëndroi ulur në karrigen e sallës së pritjes, me duar të dridhura, trupin e raskapitur. Ardiani nuk u largua nga ana e saj. Ai i solli ujë, i solli një sanduiç nga kafeneja e spitalit, u përpoq ta bënte të hante. Ajo mezi gëlltitej, por e pranoi ujin, duke u përpjekur të hidratonte trupin që kishte ecur për orë të tëra në diell. Më në fund, u shfaq një mjeke. Ishte një grua në moshë të mesme, me flokët të mbledhur topuz, me shprehje serioze por të butë. Familjarët e foshnjës Genti? Arta u ngrit me një kërcim, Ardiani pranë saj. Unë jam nëna. Si është ai? Mjekja shikoi kartelën, pastaj Artën. Ai është stabil tani. Diagnostikuam një infeksion të rënd respirator. Temperatura e lartë ishte pasojë e infeksionit. Ai do të duhet të qëndrojë i shtruar për disa ditë për trajtim me antibiotik dhe për monitorim. Por arriti në kohë. Edhe disa orë më vonë dhe situata mund të kishte qenë shumë më e rëndë. Arta ndjeu këmbët t'i lëshonin nga lehtësimi. Ardiani e mbajti dhe ajo e la ta bënte këtë. E la dik ta mbështeste për herë të parë në jetë. Mund ta shoh? Po. Ai po flet tani, por mund të qëndrosh me të. Mjekja e çoi Artën në një dhomë të vogël ku Genti ishte shtrirë në një krevat spitali, i lidhur me disa aparate, por duke marrë frymë më mirë. Arta u afrua, i preku dorën e vogël dhe lotët më në fund ran pa kontroll. Ishin lot frike, lehtësimi, raskapitjeje, mirënjohjeje. Ardiani qëndroi në derë duke vëzhguar skenën. Ai pa dhimbjen e asaj nëne, luftën që ajo bënte çdo ditë dhe ndiu gjoksin t'i shtrëngohej. Ai e dinte se çdo të thoshte të humbisje dik. E dinte se çdo të thoshte të ndiheshe i pafuqishëm. Dhe në atë çast, ai bëri një premtim të heshtur. Ai nuk do ta linte Artën ta përballonte këtë vetëm.
Kur Arta më në fund u ul në karrigen pranë krevatit, Ardiani u afrua dhe I vuri dorën në shpatull. Unë do të kujdesem për gjithçka. Për shpenzimet, për trajtimin. Nuk ke nevojë të shqetësohesh për asgjë tani. Arta e shikoi me sytë e kuq dhe të enjtur. Pse? Pse po e bën këtë? Ardiani hezitoi duke kërkuar fjalët e duhura. Sepse askush nuk duhet ta kaloj këtë vetëm. Dhe sepse djali im më mësoi se duhet të ndihmojmë kur mundemi. Arta nuk arriti të përgjigjej. Ajo thjesht I mbajti dorën Ardianit, e shtrëngoi fort dhe përshpëriti një faleminderit që doli më shumë nga zemra se sa nga fyti. Atë natë, Arta fjeti në karrigen pranë Gentit. Ardiani qëndroi gjithashtu ulur në një karrige tjetër duke I ruajtur të dy. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Arta ndjeu se nuk ishte vetëm. Se kishte dik pranë saj. Se kishte shpresë. Kapitulli 3. Ditët në spital kaluan në një ritëm të ngadalë dhe plot ankth. Arta nuk u largua nga ana e Gentit. Ajo flinte në karrigen e parehatshme pranë krevatit të tij, zgjohej me çdo frymëmarrje të ndryshme të djalit, ndiqte çdo mjekim, çdo kontroll të infermierëve. Ardiani vinte çdo ditë. Sillte ushqim, rroba të pastra, fjalë ngushëllimi. Edhe Besi shfaqej pas shkollës me vizatime shumë ngjyrëshe që I ngjiste në murin e dhomës, duke e shndërruar ambientin spitalor në diçka më pak të ftohtë. Genti po I përgjigjej mirë trajtimit. Temperatura I ra ditën e dytë. Frymëmarrja filloi të normalizohej dalë ngadalë. Faqet filluan të merrnin ngjyrë dhe ditën e katërt ai tashmë mund t'i buzëqeshte Artës kur ajo I këndonte me zë të ulët. Mjekët ishin të kënaqur me ecurinë dhe konfirmuan se ai do të dilte së shpejti nga spitali. Arta e dinte se duhej të ishte e lehtësuar. Dhe ishte. Por bashkë me lehtësimin vinte një ankth në rritje. Çfarë do të ndodhte kur të dilnin nga spitali? Ajo nuk kishte më ku të banonte. Nuk kishte punë. Nuk kishte asgjë. Ishte Ardiani ai që e hapi këtë temë në mëngjesin e ditës së 5. Ai erdhi në dhomë me një kafe të freskët dhe një byrek me djath ende të ngrohtë. Arta e pranoi me një buzëqeshje të lodhur. Mjekja tha se Genti mund të dalë nesër. E di. Mërmëriti Arta duke parë djalin që flinte I qetë. E ke menduar se çfarë do të bësh? Arta qëndroi në heshtje për një moment. Pastaj lëshoi frymën që po mbante. Jo. Nuk e di. Ardiani tërhoqi një karrige dhe u ul pranë saj. Zëri I tij ishte I butë, pa gjykim. Arta, e di që je krenare. E di që nuk të pëlqen të pranosh ndihmë. Por duhet të mendosh për Gentin. Ai ka nevojë për një vend të sigurt, për kujdes, për stabilitet. E di këtë. Arta ndjeu zërin t'i dridhej. Por unë nuk kam asgjë për t'i ofruar. Kam dështuar si nën. Ardiani tundi kokën me vendosmëri. Ti nuk ke dështuar. Ti ke luftuar. Ke bërë gjithçka që munde me atë që kishe. Por tani nuk ke nevojë ta bësh këtë vetëm. Arta e shikoi me sytë e përlotur. Çfarë po thua? Po them se ti dhe Genti mund të qëndroni në shtëpinë time. Për aq kohë sa të keni nevojë. Pa presion, pa kërkesa. Vetëm derisa të arrish të organizohesh. Arta ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ishte shumë bujari. Tepër bujari. Ardian, nuk mund ta bëj këtë. Të kam borxh tashmë kaq shumë. Nuk më ke asnjë borxh. E ndërpreu ai me zë të vendosur por të butë. Dëgjo, shtëpia ime është shumë e madhe për mua dhe Besin. Ka hapësirë të mjaftueshme. Dhe, sinqerisht, që kur ke qenë atje, shtëpia është bërë ndryshe. Është bërë më e gjallë. Besi nuk pushon së foluri për ty dhe Gentin. I mungoni. Arta ndjeu lotët të rridhnin. Ajo ishte e lodhur së luftuari. E lodhur së pretenduari se ja dilte vetëm. Dhe për herë të parë I lejoi vetes të pranonte dorën e shtrirë. Në rregull. Por vetëm për pak kohë. Derisa të gjej një punë dhe një vend për të banuar. Ardiani buzëqeshi I lehtësuar. U morëm vesh. Të nesërmen Genti doli nga spitali. Arta e veshi me një robë të re që Ardiani ja kishte bler, një tutin bojqielli me një arush të qëndisur në gjoks.
Genti ishte më i fortë, më i shëndetshëm, më i ngjashëm me një foshnjë të shëndetshme. Arta e mbajti me kujdes, falenderoi mjekët dhe infermierët që u kujdesën për të me aq dashuri dhe doli nga spitali pranë Ardianit. Kur arritën në shtëpi, Besi po priste te dera, duke kërcyer nga padurimi. Sa po pa Gentin, syt i shkëlqyen. Ai është mirë. Është më mirë. Po, është. Buzëqeshja Arta, hera e parë në ditë që buzëqeshja i vinte natyrshëm. Besi i mbajti dorën e vogël Gentit me delikatesë, sikur po mbante diçka të çmuar. I kam bërë një vizatim. Do ta shohësh? Sigurisht. Besi vrapoi brenda dhe u kthye me një letër me ngjyra. Ishte një vizatim i 4 njerëzve të kapur për dorë. Një burr i gjatë, një grua, një djalë dhe një foshnjë. Arta ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi kur pa imazhin. Besi kishte vizatuar një familje. Familjen që ai dëshironte. Shumë i bukur, Besi. E vura në frigorifer. Kështu e shohin të gjithë. Ardiani e çoi Artën në dhomën e miqve, e cila tani ishte edhe më e përgatitur. Kishte pampersa, letra të lagura, rroba të reja të palosura në dollap, lodra të buta të shpërndara. Gjithçka që një foshnjë mund të kishte nevojë. Nuk e dija saktësisht se çfarë të blija, kështu që bleva nga pak prej të gjithave. Arta shikoi përreth, e emocionuar. Nuk kishe nevojë. E di. Por doja ta bëja. Ditët e para ishin të përshtatjes. Arta zgjoi herët, ndihmonte në përgatitjen e mëngjesit, kujdesej për Gentin, luante me Besin. Dalë nga dalë, ajo filloi të merrte përsipër detyra në shtëpi. Gatuante, pastronte, rregullonte. Jo sepse Ardiani e kërkonte, por sepse ajo kishte nevojë të shpërblente në një farë mënyre. Kishte nevojë të ndihej e dobishme. Ardiani punonte nga shtëpia shumicën e kohës. Ishte konsulent financiar, kalonte orë të tëra në kompjuter duke analizuar tabela dhe duke marrë pjesë në mbledhje online. Por gjithmonë bënte pauza për të biseduar me Artën, për të pyetur nëse kishte nevojë për diçka, për të ndarë një filxhan kafe në veranë. Besi kthehej nga shkolla plot histori. Ai tregonte për miq, për mësuesit, për lojrat në obor. Dhe gjithmonë kërkonte të mbante Gentin, ta bënte foshnjën të qeshte, t'i tregonte lodrat e reja. Arta vëzhgonte ndërveprimin mes të dyve me zemër të shtrënguar. Besi e trajtonte Gentin sikur të ishte vëllai i tij i vogël. Me kujdes, me dashuri të sinqertë. Javët kaluan dhe Arta kuptoi se diçka po ndryshonte brenda saj. Shtëpia, që në fillim ishte vetëm një strehë e përkohshme, filloi të dukej si një shtëpi e vërtetë. Ajo e gjente veten duke kënduar ndërsa gatuante, duke buzëqeshur pa arsye, duke ndjerë një lehtësi që nuk e njihte prej vitesh. Genti po rritej mirë, po shtonte peshë, po zhvillohej. Tashmë mund të ulej vetëm, qeshte me zë të lartë, shtrinte krahët e vegjël kur shihte Artën të afrohej. Një pasdite, ndërsa Arta paloste rroba në dhomën e ndenjes, Besi ju afrua me një shprehje serioze në fytyrë. Ai qëndroi në këmbë për një moment, vetëm duke e vëzhguar. Arta ndaloi atë që po bënte. Gjithçka në rregull, Besi? Besi kafshoi buzën e poshtme, hezitues. Pastaj, foli me zë të ulët. Arta, mund të bëj një pyetje? Sigurisht. A do të ikësh? Arta ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo u ul deri në lartësinë e djalit dhe i mbajti duart e vogla. Pse po e pyet këtë? Sepse ti the se do të qëndroje vetëm për pak kohë. Dhe unë nuk dua që ti të ikësh. Më pëlqen të kem këtu. Më pëlqen të kem Gentin këtu. Është sikur të ishim një familje e vërtetë. Arta ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Ajo e tërhoqi Besin në një përqafim të ngushtë. Edhe mua më pëlqen të jem këtu, Besi. Shumë. Atëherë mund të qëndrosh? Për gjithmonë? Arta nuk diti çfarë të përgjigjej. Ajo donte të thoshte po. Donte të premtonte se do të qëndronte. Por frika e krijimit të pritshmërive, frika e lidhjes dhe pastaj humbjes së gjithçkaje e pengonte. Kështu që ajo thjesht e shtrëngoi Besin më fort dhe pëshpëriti. Do ta shohim, në rregull? Besi pohoi me kokë, por Arta mund ta ndjente trishtimin e tij. Dhe kjo i dhimbte më shumë se sa e imagjinonte.
Atë natë, pasi Besi shkoi të flinte dhe Genti ishte i qetë në krevatin e tij, Arta dhe Ardiani u ulën në verandë me një filxhan çaj. Heshtja mes tyre ishte e rehatshme, por e ngarkuar me gjëra të pathëna. Ishte Ardiani ai që e theu heshtjen. Besi më pyeti sot nëse do të ikësh. Arta pshertiu. Më pyeti të njëjtën gjë. Dhe çfarë i the? Të vërtetën. Që nuk e di. Ardiani qëndroi në heshtje për një moment duke vëzhguar yjet në qiellin e natës. Arta, mund të tregoj diçka? Sigurisht. Para se të vije ti, kjo shtëpi ishte e heshtur. Tepër e heshtur. Unë dhe Besi jetonim një rutinë automatike. Unë punoja, ai shkonte në shkollë, hanim darkë në heshtje, shinim televizor dhe flinim. Ishte sikur thjesht ekzistonim, nuk jetonim. Arta e dëgjoi me vëmendje. Kur gruaja ime kur ajo u nda nga jeta, 3 vjet më parë, ishte sikur jeta të kishte ikur bashkë me të. Besi ishte shumë i vogël, por e ndjeu mungesën. Dhe unë nuk dija si ta mbushja atë boshllë. Ardiani ndaloi, mori frym thellë dhe vazhdoi. Por kur erdhe ti, gjithçka ndryshoi. Shtëpia u mbush me tinguj. Me të qeshura. Me muzikë. Me jetë. Besi u kthye të ishte fëmijë. Dhe unë u ktheva të ndjeja se ja vlente të zgjohesha çdo ditë. Arta ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Ardian, unë. Nuk ke nevojë të thuash asgjë tani. E ndërpreu ai butësisht. Vetëm doja ta dije. Ti dhe Genti nuk jeni një barë. Jeni një bekim. Dhe nëse varet nga unë, ju mund të qëndroni këtu për aq kohë sa të doni. Pa afat. Pa kërkesa. Thjesht qëndroni. Arta ndjeu lotët të rridhnin, por këtë herë ishin lot emocioni të pastër. Ajo shikoi Ardianin, burrin që i kishte shpëtuar djalin, që i kishte hapur shtëpinë, që i kishte ofruar një shans të dytë pa kërkuar asgjë në këmbim. Dhe për herë të parë, Arta i lejoi vetes të imagjinonte një të ardhme ndryshe. Një të ardhme ku ajo nuk ishte vetëm. Ku Genti kishte një familje. Ku ajo kishte një vend për ta quajtur shtëpi. Faleminderit. Ishte gjithçka që arriti të thoshte, por ishte e ngarkuar me të gjitha ndjenjat që ajo nuk dinte t'i emërtonte. Ditët vazhduan të kalonin. Arta fitoi besim. Filloi të gatuante pjata më të sofistikuara, zbuloi se kishte talent për të bërë ëmbëlsira. Besi e adhuronte kur ajo bënte kek me çokoladë dhe Genti tashmë shtrinte duart e vogla kur shite lugën me çokoladë. Ardiani lavdëronte gjithçka, gjithmonë me atë buzëqeshje të lehtë që bënte zemrën e Artës të rrite më shpejt pa e kuptuar pse. Bisedat mes Artës dhe Ardianit u bën më të thella. Ata ndan histori nga e kaluara, frikëra, ëndra. Arta foli për fëmijërinë në jetimore, për ndjesinë e të mos i përkitur kur asnjë vendi, për baban e Gentit që ishte zhdukur. Ardiani foli për gruan që kishte humbur, për sa e vështirë ishte të rriste Besin vetëm, për Zin që ende e mbante por që po mësonte ta shndërronte në mirënjohje për momentet që kishin pasur. Një natë, Ardiani foli për gruan e tij me më shumë detaje. Ajo quhej Valbona. Ishte mësuese letërsie. I donte librat, kafen e fortë dhe muzikën klasike. Ishte e gëzuar, intensive, plot jetë. Kur lindi Besi, ajo tha se ishte dita më e lumtur e jetës së saj. Arta dëgjoi në heshtje, duke respektuar kujtimin. Ajo pati një komplikacion të papritur shëndetësor kur Besi ishte 4 vjeç. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Unë as nuk pata kohë ta përpunoja. Papritur ajo ishte aty, duke buzëqeshur, duke bërë plane. Dhe të nesërmen ajo iku. Ardiani fshiu sytë fshehurazi. Ishte shumë e vështirë. Për mua dhe për Besin. Por me kalimin e kohës, ne mësuam të jetojmë me mungesën. Të nderojmë kujtimin e saj duke vazhduar përpara. Arta i mbajti dorën. Ajo dukej e mrekullueshme. Ishte. Dhe do të kishte adhuruar. Arta ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ishte hera e parë që Ardiani bënte një lidhje të drejtpërdrejtë mes gruas së tij dhe asaj. Dhe kjo do të thoshte diçka. Diçka të rëndësishme. Ndërsa koha kalonte, Arta kuptoi se ndjenjat e saj për Ardianin po ndryshonin. Nuk ishte më vetëm mirënjohje. Ishte diçka më e thellë.
Ajo e gjente veten duke pritur me padurim momentin kur ai do të vinte nga rruga, duke buzëqeshur kur ai lavdëronte ushqimin, duke ndjerë zemrën të rrite më shpejt kur duart e tyre prekeshin rastësisht. Dhe ajo kishte frikë. Shumë frikë. Frikë se mos ndjente diçka që nuk ishte reciproke. Frikë se mos prishte harmoninë që kishin ndërtuar. Frikë se mos humbiste gjithçka. Por edhe Ardiani po ndryshonte. Arta e kuptonte nga vështrimet që ai hidhte kur mendonte se ajo nuk po e shite. E kuptonte nga mënyra se si ai gjithmonë gjente një arsye për të qenë pranë saj. E kuptonte nga mirësia që shkonte përtej mikpritjes. Një të diel pas dite, ndërsa Genti flinte dhe Besi ishte në shtëpinë e një shoku, Arta dhe Ardiani ishin në kuzhinë duke përgatitur drekën së bashku. Ata punonin në sinkron, sikur ta bënin këtë prej vitesh. Arta priste perimet, Ardiani i hidhte erza mishit. Pa pritur, Ardiani filloi të qeshte. Për çfarë po qesh? Për ne. U përgjigj ai. Duket sikur e bëjmë këtë prej një jete. Arta buzëqeshi. Është e vërtetë. Është e çuditshme se si gjithçka duket kaq natyrale. Nuk është e çuditshme. Ardiani ndaloi së përzjeri tenxhere dhe e shikoi. Është perfekte. Zemra e Artës kërceu. Ajo e shikoi, pa sinqeritetin në sytë e tij dhe ndjeu se diçka ishte gati të ndryshonte mes tyre. Ardiani bëri një hap drejt saj, hezitues. Arta, duhet të them diçka. Arta mbajti frymën. Mund të flasësh. Nuk e planifikova këtë. Nuk e prisja të ndodhte. Por ndodhi. Dhe nuk mund të pretendoj më se nuk e ndjej. Ai mori frymë thellë dhe vazhdoi. Unë kam rënë në dashuri me ty. Arta ndjeu botën të ndalonte. Fjalët i bën jehon në mendje, duke mbushur të gjitha hapësirat boshe që ajo mbante prej kaq shumë kohësh. Ardian, unë. Nëse ti nuk ndjen të njëjtën gjë, nuk ka problem. Do ta kuptoj. Dhe kjo nuk do të ndryshoj asgjë mes nesh. Por duhej të ta thoja. Duhej ta dije. Arta ndjeu lotët të ngjiteshin. Ajo bëri një hap drejt tij me duar të dridhura. Edhe unë kam rënë në dashuri me ty. Ardiani buzëqeshi, një buzëqeshje që i ndriçoi të gjithë fytyrën. Ai i mbajti duart duke gërshetuar gishtat. Seriozisht? Seriozisht. Qeshi Arta mes lotëve. Kisha frikë ta pranoja. Kisha frikë të prishja gjithçka. Kisha frikë se ti nuk ndjeje të njëjtën gjë. Ardiani e tërhoqi pranë, duke e mbështjellë në një përqafim të ngushtë. Arta mbështeti kokën në gjoksin e tij, duke dëgjuar rrahjet e shpejta të zemrës dhe për herë të parë në jetë, u ndje në shtëpi. Jo në një shtëpi fizike, por në një vend brenda gjoksit të dikujt. Një vend ku ajo i përkiste. Ata qëndruan kështu për minuta të tëra, vetëm duke u përqafuar, duke ndjer lidhjen që ishte rritur mes tyre. Kur u ndan, Ardiani i mbajti fytyrën me të dyja duar. Dua që ti të qëndrosh. Jo si mysafire, por si pjesë e kësaj familjeje. Ti dhe Genti. Arta pohoi me kokë, lotët i binin pa pushim. Dua të qëndroj. Dhe ata e vulosën atë moment me një puthje. Të butë, plot premtime, plot shpresë. Ishte fillimi i diçkaje të re. Diçkaje të vërtetë. Diçkaje që të dy e kishin dëshiruar pa guxuar të besonin se ishte e mundur. Kapitulli 4. Ditët në vijim ishin magjike. Arta dhe Ardiani nuk i fshehen më ndjenjat e tyre. Shkëmbenin vështrime bashkëpunuese gjatë mëngjesit, mbanin duart kur mendonin se askush nuk po i shite, ndanin buzëqeshje që thoshin më shumë se 1000 fjalë. Besi e vuri re ndryshimin menjëherë dhe lumturia e tij ishte e pamundur të fshihej. Ai kërcente nëpër shtëpi, këndonte me zë të lartë, i përqafonte të dy me forcë sa herë që mundej. Edhe Genti dukej se e ndjente energjinë pozitive. Qeshte më shumë, luante më shumë, ishte gjithnjë e më i zgjuar dhe kurioz. Shtëpia, që më parë jetonte në një heshtje melankolike, tani vërshonte jetë. Arta këndonte ndërsa gatuante, këngë të vjetra që i kishte mësuar në fëmijëri në jetimore. Besi vraponte nëpër korridore me Gentin në krah, duke i mësuar foshnjës të luante. Ardiani punonte në zyrë, por gjithmonë me derën hapur, vetëm për të dëgjuar tingujt e familjes që ishte formuar rreth tij. Një të shtunë në mëngjes, ndërsa Ardiani çoi Besin në futboll, Arta përfitoi për të rregulluar shtëpinë.
Genti ishte në rrethoren e dhomës së ndenjes, duke luajtur me kuba me ngjyra, dhe Arta vendosi të pastronte zyrën e Ardianit, diçka që ai gjithmonë e bënte vetë, por që ajo donte ta ndihmonte. Fshiu mobiljet, rregulloi librat në rafë dhe pikërisht atëherë, duke lëvizur një grumbull dokumentesh, një fotografi e kornizuar ra në dy sheme. Arta u përkul për ta marrë dhe kur pa imazhin, ndjeu zemrën të ndalonte. Ishte fotografia e një gruaje të bukur, me flokë gështenjë të valëzuar, buzëqeshje rrezatuese, duke mbajtur një foshnjë të vogël në krah. Ajo ishte ulur në një kafene, me një filxhan cappuccino në tryezë. Arta e njihte atë fytyrë. E njihte atë buzëqeshje. E njihte atë kafene. Kujtimet erdhën si një vërshim. 5 vjet më parë, Arta punonte si ndihmëse në një kafene të vogël në qendër të Tiranës. Ishte puna e saj e parë e qëndrueshme pasi doli nga jetimorja e fundit. Ajo pastronte tavolina, lante enë, shërbente ujë. Ishte e padukshme për shumicën e klientëve. Por kishte një grua që gjithmonë e vinte re. Një grua elegante, me buzëqeshje të butë, që vinte çdo të enjte në mes të pasdites, porosiste një cappuccino me kanellë dhe qëndronte atje për një orë, duke lexuar libra të trash ose duke korrigjuar provime. Valbona. Arta e mbante mend. E mbante mend sepse Valbona ishte ndryshe. Gjithmonë thoshte mirëdita, gjithmonë falënderonte, gjithmonë linte bakshish edhe kur nuk ishte e nevojshme. Dhe kur Valbona u shfaq një ditë me një foshnjë në krah, Arta kujtoi se kishte ndier një thumbim zili. Zili për atë grua që kishte gjithçka, bukuri, arsim, një familje, një buzëqeshje që ndriçonte ambientin. Arta kujtoi se i kishte shërbyer ujë Valbonës atë ditë, se kishte parë foshnjën dhe kishte komentuar se ishte i bukur. Valbona kishte buzëqeshur dhe kishte thënë, "Faleminderit, e dashur. Ai është gjithë jeta ime." Dhe tani, duke mbajtur atë fotografi në duar, Arta kuptoi gjithçka. Ajo grua ishte gruaja e Ardianit. Ajo foshnjë ishte Besi. Dhe ajo, Arta, kishte kryqëzuar rrugën e tyre vite më parë, pa e ditur se një ditë do të ishte aty, në atë shtëpi, duke dashuruar atë burr, duke u kujdesur për atë djalë. Lotët filluan të rridhnin pa kontroll. Nuk ishin lot trishtimi, por diçkaje që Arta nuk dinte ta shpjegonte. Ishte sikur universi të kishte komplotuar për ta sjellë atë aty. Sikur Valbona, në një farë mënyre, të kishte mbjellë një farë mirësie në zemrën e Artës vite më parë dhe tani kjo farë kishte lulëzuar në diçka më të madhe. Arta dëgjoi zhurmën e derës së përparme që hapej. Ardiani dhe Besi ishin kthyer. Ajo fshiu shpejt lotët, por ende mbante fotografin kur Ardiani hyri në zyrë. Ai ndaloi kur e pa, vuri re fotografin në duart e saj dhe shpreha e tij ndryshoi. Arta? Gjithçka në rregull? Arta e shikoi, syt ende i shkëlqenin. Ardian, duhet të tregoj diçka. Ai u afrua, i shqetësuar. Çfarë ka ndodhur? Arta mori frym thellë dhe i tregoi fotografin. Unë e njihja atë. Jo personalisht, por unë punoja në një kafene ku ajo vinte gjithmonë. Rreth 5 vjet më parë. E mbaj mend. Mbaj mend që e kam parë kur ishte me Besin kur ai ishte foshnjë. Ardiani mori fotografin, shikoi imazhin dhe pastaj Artën, duke përpunuar informacionin. Ti punoje te kafe Aroma? Po. Ishte puna ime e parë. Ardiani lëshoi një të qeshur mosbesuese. Valbona e adhuronte atë vend. Ajo shkonte atje çdo javë. Thoshte se ishte i vetmi vend ku mund të punonte në paqe. Arta pohoi me kokë, lotët i ktheheshin. Ajo ishte gjithmonë e sjellshme me mua. Gjithmonë. Unë isha e padukshme për të gjithë, por ajo gjithmonë më shite. Gjithmonë falënderonte. Gjithmonë buzëqeshte. Ardiani u ul në karrige, ende duke përpunuar rastësinë. Kjo është e pabesueshme. E di. Arta u ul pranë tij. Duket si diçka e shkruar, apo jo? Ardiani e shikoi, syt plot emocion. Valbona gjithmonë thoshte se universi kishte një mënyrë për të bashkuar njerëzit e duhur në momentin e duhur. Unë kur nuk kam besuar shumë në këtë, por tani. Tani beson? Tani besoj. Ai i mbajti dorën. Ndoshta ajo të ka parë, ka ndier diçka, ka mbjell një farë mirësie që të solli deri këtu. Deri te ne. Arta mbështeti kokën në shpatullën e tij. Mendoj se ajo do ta miratonte. Ne bashk.
Ardiani i puthi majën e kokës. Jam i sigurt që po. Atë pas dite, Arta dhe Ardiani ja treguan historinë Besit, duke i treguar fotografin, duke i shpjeguar lidhjen e pamundur që i bashkonte. Besi u ma gjeps. Ai e mbajti fotografin me kujdes, shikoi nënën që kishte humbur dhe pastaj shikoi Artën. Pra, ti e ke njohur mamin tim? E kam njohur. Ajo ishte e mrekullueshme. Besi buzëqeshi, një buzëqeshje e trisht por plot mirënjohje. Mendoj se ajo të ka dërguar te ne. Arta ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Mund të jetë. Besi e përqafoi Artën fort. Dua që ti të jesh mami im tani. Mundesh? Arta ndjeu lotët të rridhnin. Ajo shikoi Ardianin, i cili pohoi me kokë me një buzëqeshje dhe pastaj e përqafoi Besin përsëri. Dua shumë të jem mami yt, Besi. Besi u largua, syt i shkëlqenin nga lumturia dhe vrapoi në dhomë. U kthye sekonda më vonë me vizatimin që kishte bërë javë më parë, vizatimin e familjes. Ai ja tregoi Artës. Shiko, unë e kisha vizatuar tashmë. Unë, babi, ti dhe Genti. Ne ishim tashmë një familje në zemrën time. Arta mori vizatimin, vëzhgoi 4 figurat e kapura për dore dhe ndjeu se ai ishte momenti më i rëndësishëm i jetës së saj. Ajo kishte kaluar vite duke u ndier e padukshme, e padëshiruar, e vetme. Por tani, duke parë Ardianin, Besin, Gentin që flinte në rrethore, ajo më në fund e kuptoi se çdo të thoshte të përkisje. Javët në vijim ishin lumturi e pastër. Arta zyrtarizoi qëndrimin e saj në shtëpi. Jo si mysafire, por si pjesë e familjes. Ajo dhe Ardiani biseduan për të ardhmen, për planet, për ëndrat. Ai i sugjeroi të kthehej në shkollë, të ndiqte ëndrat e saj të vjetra. Arta, e cila gjithmonë kishte dashur të bëhej pedagoge, por kur nuk kishte pasur mundësi, ndjeu shpresën të rilinte. Ardiani i premtoi se do ta ndihmonte, do ta mbështeste në çdo hap. Genti po rritej shpejt. Tashmë mund të qëndronte në këmbë duke u mbajtur pas mobiljeve, fliste disa rrokje të shkëputura, i njite të gjithë rreth tij. Besi ishte vëllai më i dashur që çdo fëmijë mund të dëshironte. I mësonte Gentit të luante, ndante lodrat e tij, e mbronte foshnjën sikur të ishte një thesar. Rutina e shtëpisë u vendos natyrshëm. Arta zgjohej herët, përgatiste mëngjesin, çonte Besin në shkollë, kujdesej për Gentin, studionte online në kohën e lirë, gatuante, kujdesej për shtëpinë. Por nuk ishte një barë. Ishte një gëzim. Çdo detyrë bëhej me dashuri, me qëllim, me sigurinë se ajo po ndërtonte diçka të qëndrueshme. Ardiani punonte, por gjithmonë rezervonte kohë për familjen. Darkat në tryez u bën të shenjta. Ata bisedonin, qeshnin, ndanin ngjarjet e ditës. Fundjavat ishin përshëtitje në park, shkuarje në kinema, pasdite me lojra tavoline. Ishte një jetë e thjeshtë, por ishte gjithçka që Arta kishte dëshiruar gjithmonë. Një natë, pasi Besi dhe Genti fjetën, Arta dhe Ardiani ishin në verandë, duke vëzhguar dritat e qytetit në largësi. Heshtja mes tyre ishte e rehatshme, e mbushur vetëm nga zhurma e largët e trafikut dhe kënga e gjinkalave. Arta e theu heshtjen. E di, disa muaj më parë, unë po pedaloja në shi, pa shpresë, pa të ardhme, pa asgjë. Dhe sot jam këtu. Me ty me Besin. Me një familje. Ardiani i mbajti dorën. Jeta i ka këto gjëra. Ndonjëherë stuhia sjell diellin. Arta buzëqeshi. Unë kisha frikë të isha e lumtur. Frikë të lidhesha dhe të humbisja gjithçka përsëri. Dhe tani kam mësuar se ja vlen rreziku. Sepse edhe nëse një ditë gjithçka mbaron, unë do të kem jetuar. Do të kem dashuruar. Do t'i kem përkitur një vendi. Ardiani e tërhoqi më afër. Asgjë nuk do të mbaroj, Arta. Të premtoj. Ne e ndërtuam këtë së bashku dhe do ta mbrojmë së bashku. Arta mbështeti kokën në shpatullën e tij, duke ndier paqen të pushtonte çdo qelisë të trupit të saj. Të dua, Ardian. Edhe unë të dua. Dhe ata qëndruan aty të përqafuar në qiellin e yll të Tiranës, duke e ditur se kishin gjetur te njëri tjetri diçka që të dy e kërkonin prej shumë kohësh. Një shtëpi. Një familje. Një dashuri të vërtetë. Muajt kaluan dhe jeta vazhdoi kërcimin e saj natyral. Genti mbushi 1 vjeç dhe hodhi hapat e parë. Arta nuk e humbi momentin.
Ajo e filmoi gjithçka, e ndau me Ardianin dhe të tre, Arta, Ardiani dhe Besi, e duar trokitën Gentin sikur ai të kishte pushtuar botën. Dhe për ta, ai e kishte pushtuar. Edhe Besi po rritej. Më i pjekur, më i sigurt, më i lumtur. Ai e quante Artën mami pa hezitim, pa faj, pa frikë se mos tradhtonte kujtimin e nënës së tij biologjike. Sepse ai e kuptonte, edhe pse ishte fëmijë, se dashuria nuk zëvendëson. Dashuria shumë fishon. Arta u kthye në shkollë. Fitoi një bursë në një kurs online pedagogjie. Ishte e vështirë të pajtonte studimet me kujdesin për shtëpinë dhe fëmijët, por ajo ishte e vendosur. Dhe Ardiani ishte pranë saj, gjithmonë duke e inkurajuar, gjithmonë duke besuar. Një të diel pas dite, familja ishte mbledhur në dhomën e ndenjes. Genti luante me kuba, Besi vizatonte, Arta studionte në divan dhe Ardiani lexonte një libër. Ishte një skenë e përditshme, e thjeshtë, por e ngarkuar me kuptim. Pa pritur, Besi ndaloi së vizatuari dhe shikoi të gjithë. E dini që unë jam djali më me fat në botë? Arta buzëqeshi. Pse, dashuri? Sepse unë kam 2 baballar. Një këtu dhe një që është në qiell. Dhe kam 2 mama. Një që më mësoi të jem i fortë dhe një tjetër që më mësoi të jem i lumtur. Dhe ende kam një vëlla të vogël që është më qesharaku në univers. Ardiani pastroi fytin, i emocionuar. Ti je një djalë i veçantë, Besi. E di. Buzëqeshi Besi. Dhe ne jemi një familje e veçantë gjithashtu. Arta ndjeu lotët të ngjiteshin. Ajo shikoi Ardianin, i cili gjithashtu kishte sytë e përlotur. Pastaj shtriu krahët duke i ftuar të gjithë për një përqafim kolektiv. Ardiani dhe Besi u afruan, Genti u zvari drejt tyre dhe të katërt u përqafuan në mes të dhomës. Ishte një përqafim që vuloste gjithçka. Që konfirmonte gjithçka. Që festonte gjithçka. Arta, nëna e re që pedalonte nën shi pa shpresë, tani ishte e përqafuar me familjen e saj. Familjen që fati e kishte qepur me fije të pamundura, por me një dashuri të vërtetë dhe të patundur. Atë natë, pasi të gjithë fjetën, Arta u kthye vetëm në veranë. Shikoi qiellin, yjet që shkëlqenin fort dhe përshpëriti një falënderim. Falënderoi për stuhin që e solli deri aty. Falënderoi për Ardianin dhe Besin. Falënderoi për Gentin. Falënderoi për Valbonën, e cila edhe pa e ditur, kishte mbjell një farë mirësie që lulëzoi në dashuri. Dhe atëherë, Arta e kuptoi. Jeta nuk është e përbërë nga fate të parashikueshme. Është e përbërë nga takime të pamundura, nga duar të shtrira, nga zemra të hapura. Është e përbërë nga stuhi që sjellin diellin. Është e përbërë nga rrëzime që shndërrohen në fluturime. Arta kishte kaluar gjithë jetën duke kërkuar një vend për t'i përkitur. Dhe tani, më në fund, e kishte gjetur. Jo në një adresë, jo në një shtëpi fizike, por në zemrën e një familje që e zgjodhi po aq sa ajo i zgjodhi ata. Dhe atë natë, në yjet e Tiranës, Arta më në fund i lejoi vetes të besonte. Të besonte se e meritonte atë lumturi. Të besonte se ishte e mjaftueshme. Të besonte se ishte në shtëpi. Heshtja e natës u ndërprej nga zëri i Ardianit, i cili ishte zgjuar dhe e kishte kërkuar. Gjithçka në rregull? Arta u kthye, duke buzëqeshur. Gjithçka perfekte. Ardiani u afrua, e mbështolli në krahët e tij dhe së bashku qëndruan aty, duke vëzhguar qytetin që kishte qenë skena e kaq shumë luftërash, por që tani përfaqësonte një fillim të ri. Faleminderit që e ndalove makinën atë ditë. Përshpëriti Arta. Ardiani i puthi ballin. Faleminderit ty që pranove të hysh. Dhe aty, në atë përqafim, Arta e dinte se kishte gjetur jo vetëm një shtëpi, por një qëllim. Ajo nuk ishte më vajza e padukshme e jetimoreve. Ajo ishte Arta, nëna e Gentit, njerka e Besit, partnerja e Ardianit. Ajo ishte e dashur, ishte e parë, ishte e rëndësishme. Stuhia kishte kaluar. Dhe në vend të saj, një kopsht kishte lulëzuar. Një kopsht ku dashuria rritej e fortë, ku shpresa nuk vdiste kur, ku familja ishte rënja që mbante gjithçka. Arta më në fund ishte në shtëpi. Dhe kjo shtëpi nuk kishte mure. Kishte përqafime. Kishte të qeshura. Kishte dashuri. Kishte përkatësi. Ditët u shndërruan në javë, javët në muaj dhe muajt në një jetë të ndërtuar së bashku. Një jetë ku çdo mëngjes ishte një festë.
ku çdo darkë ishte një moment i shenjtë. Ku çdo natë ishte një premtim i rinovuar se, pavarësisht se çfarë do të vinte, ata do të ishin bashkë. Dhe kur Arta shikonte prapa, tek ereja që pedalonte e dëshpëruar nën shi, ajo nuk ndjente më dhimbje. Ndjente mirënjohje. Sepse ajo stuhi e solli deri këtu. Ai rrëzim pothuajse fatal rezultoi në dhuratën më të madhe që ajo mund të merrte, një familje. Genti u rriti fort dhe i shëndetshëm, gjithmonë i rrethuar nga dashuria. Besi u bë një adoleshent i përgjegjshëm dhe i sjellshëm, i cili kur nuk e harroi mësimin që Arta i dha, se familja nuk ka të bëjë me gjakun, por me zgjedhjen. Ardiani dhe Arta ndërtuan një partneritet të fortë, të bazuar në respekt, dashuri dhe bashkëpunim. Dhe sa herë që binte shi, Arta shikonte nga dritarja dhe buzëqeshte. Sepse ajo e dinte se stuhit nuk vinin për të shkatëruar. Ato vinin për të pastruar rrugën, për të përgatitur terrenin, për të ujtur farat që një ditë do të lulëzonin në diçka të bukur. Historia e Artës është historia e kaq shumë njerëzve që luftojnë, që rrëzohen, që ngrihen, që këmbëngulin. Është historia e atyre që nuk dorëzohen, edhe kur gjithçka duket e pamundur. Është historia se dashuria mund të lindë në vendet më të pamundura. Se shpresa nuk vdes kurrë. Se një dorë e shtrirë mund të ndryshojë një jetë të tërë. Dhe ndërsa Arta, Ardiani, Besi dhe Genti jetonin ditët e tyre me dashuri, të qeshura dhe bashkëpunim, qyteti i Tiranës vazhdonte vrrullin e tij kaotik. Por brenda asaj shtëpie, në zemrën e asaj familjeje, kishte paqe. Kishte dashuri. Kishte shtëpi. Arta kishte mësuar mësimin më të rëndësishëm nga të gjithë, se nuk ka rëndësi nga vjen, nuk ka rëndësi çfarë ke humbur, nuk ka rëndësi sa herë je rrëzuar. Ajo që ka rëndësi është të vazhdosh të përpiqesh. Sepse diku, ka njerëz që presin të përqafojnë. Ka një shtëpi që pret të mirë pres. Ka një dashuri që pret të gjej. Dhe kur kjo ndodh, kur më në fund e gjen vendin tënd në botë, ti e kupton se çdo stuhi, çdo rrëzim, çdo lot, ja ka vlejtur. Sepse të solli deri aty. Deri aty ku duhej të ishe gjithmonë. Arta ishte në shtëpi. Dhe nuk kishte vend tjetër në botë ku ajo do të preferonte të ishte.